Një aksion i përgjithshëm ka nisur këtë të hënë përgjatë Bregdetit. Për t'i ardhur sa më në ndihmë biznesit, por edhe sezonit turistik, Ujësiellës Kanalizime rajoni Vlorë po realizon një pastrim total të trungut kryesor të rrjetit të kanalizimeve. Puna ka filluar nga zona e tunelit në ujë të ftohtë, aty ku ushtrojnë aktivitetin 10 biznese, ndërsa ishte paralajmëruar se do të niste pikërisht një ndërhyrje e tillë në nisje të kësaj jave për ta vazhduar edhe në ditët që do të vinë. Pastrimi është realizuar me mjetet e specializuara, por edhe me autosondën, për të bërë një punë sa më cilësore dhe që të ketë mjaft impakt gjatë sezonit turistik për bizneset të cilat janë në këtë territor të vijës bregdetare. Pastrimi është realizuar nga mjetet e specializuara, ndërsa pritet që të shtrihet përgjatë gjithë vijës bregdetare të Bashkisë së Vlorës nga tuneli deri në Nufër. Gjithçka në kuadër të planit të masave për sezonin turistik të këtij viti.